Tjell. Ky grup kalon me njëherë natën e 4 finale bashkë me artistët e njohur. Grupi Tjell i andashur 2 shkallë për 68 e 72 pikësh me emrat në cep të ëndrës do të vi e pres një qast për të fituar me titullin Se bota flet. Krijimi më i mirë i vlerësuar tek të rinjt, shpresojmë jo për shkak të emrit, i ka bërë të rinjt me emrin Jell të barazvlerëshëm në garë me më të mëdhenjt. Dhe ti jesh i madh do të thotë të mbajnë në krah. Kështu është kur je elegante. Por nuk është gjithmonë qef të jesh i pari. Jeshi! Skema e zgjedhur e konkurimit do të sjellë sot 20 të mëdhenjt dhe të riun e dieshëm fitues. Unë e munduar që nga nata e parë deri në natën e 4 të ketë një fytyrë, se nuk mund të ndash një festival në vetëm në një natë, do të thuash që pam natën e parë dhe nuk na pëlqeu ose na pëlqeu. Është trajtuar si festival i qeshur, me nota edhe humori, mund të them, që nga sigla do ketë edhe nesër në natën e 4 do ketë surpriza të tjera televizive. Kam lindur në këtë tokë. Dhe do Ndërsa të gjithë të huajt kanë kënduar për të vdekur këtu, skena e sivishme e festivalit ka privilegjuar vetëm tinguj shqiptar. Festivali nuk bëhet për të prurur në Shqipëri disa emra që ndoshta i quhen të mëdhej, edhe mund mos jetë të mëdhej, se këta të ri që unë përgëzoj për këtë Alfred Kaçinari dhe Adrian Hilin që kishin iniciativë shumë të madhe për të futur të rinjt në këtë festival, sepse kjo skenë shqiptare dhe ata të rinj po skënduan në këtë skenë shqiptare nuk do bëhen asnjëherë të mëdhej. ta